Kthehemi në studio për të vazhduar me bisedën, për të filluar në fakt me bisedën e parë për sot në studio. Tham që në mëngjes herët se do të flasim për një projekt të USAID-it, i titulluar si integrimi ndër-etnik të rinjeve në arsim. Do të shohim se cili është qëllimi i projektit, cilat janë aktivitetet, bashkëpunimet, me cilat shkolla bashkëpunojnë që të arrihet ky integrim ndër-etnik. Me mua këtu në studio është Fari Hiseni, si përfaqësuesi i projektit për integrim ndër-etnik të rinjeve në arsim. Mirëmëngjes Arsim dhe mirë se erdhe. Arsim, Fari. Si dhe i Teodora Stolevska, koja što isto така je predstavnik na projektu. Dobro utro i dobro mi dojdevte. Dobro me najdovme. Para se të shkojmë me bisedën në studio, do të propozoj nga regjia që të ndjekim një video të animuar të shkurtur dhe më pas kthehemi gjëre gjatë për projektin në fjalë. Ashtu pra ti rënojmë muret e ndarjes dhe të ndërtojmë ura për integrim. Ajo që pam në video ishte një video animuar simbolike që flet për të rënuar muret dhe për të kaluar të urat. Në fotografi duke ishte shumë kollaj e lehtë për të arrir, mirë po dëshojmë në rastin konkret se si projektin në fjalë, integrim ndër-etnik të rinjeve në arsim, çfarë sfidash ka, deri ku ka arritur dhe cilat janë rezultatet e para. Mysafiret më herët, të shohim tani Fari Hiseni të më flasish pak për projektin më gjërësisht. Fillimisht pam një video të animuar ku shembullin e murit dhe urës ndoshta gjatë kohë e kemi ndëgju, mirë po ky leksion është aktual edhe ditëve të sotit dhe është mirë që të përçohet edhe tek gjeneratat e reja. Sa i përket projektit të USAID-it për integrim ndër-etnik të rinjve në arsim, është projekt 5 vjeçar, që në zbatim vjen nëpërmjet Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Forumit Rinor Arsimor, e gjithë kjo në bashkëpunim të ngushtë me institucionet arsimore. Ky projekt ka për qëllim që të arrisë dhe të zhvillojë kohezionin mes komuniteteve dhe grupeve të ndryshme. Ka për qëllim gjithashtu që të bëjë edukimin e të rinjve mbi të drejtat e tyre, mbi të drejtat qoftë njerëzore, qoftë të drejtat e të rinjve të fëmijëve e kështu me radhë, dhe pjesa tjetër e cila ka një bashkëpunim të gjithashtu në kuadër të projektit, është bashkëpunimi me Komandën Europiane të SBA-s, konkretisht në këtë pjesë do të
fokusohemi, do të shohim që të bëhet t'japet mbështetje për renovimin e institucioneve arsimore, konkretisht të shkollat. E ju tash në cilin fazë keni arritur, thej se projekti është 5 vjeçar, është në fillim fare apo është implementuar një disa faze të projektit? Këto faza ose komponenta që quhet në kuadër të projektit zhvillohen paralelisht, kështu që të arrihen kretë këta pika, kretë këta qëllime, duhet që në vazhdimsi të jemi në zhvillohet ky proces. Që të mundet në fund të arrihet. Cilat shkolla thjesht janë të përfshira përveç institucioneve arsimore në Maqedoninë shtetërore? Janë shkollat fillore dhe shkollat të mesme. Varësisht prej vitit të projektit, kyçen shkollat të ndryshme nga qytetet të ndryshme. Momentalisht bëhet fjalë për një numër të madh të shkollave ku do duhet shumë kohë që të renditen gjithë. Ka më tepër shkolla që... Tani, sigurisht që i keni marrë më tepër shkollat e përzjera etnikisht, apo nuk ka të bëjë kjo, me që duhet të rrëzojmë murde? Aktivitetet bëhen bashkërisht. Që do të thotë që shkollat, edhe ku janë shkolla me një përkatësi etnike ose me një grup të caktuar, kanë mundësin që të bashkëpunojnë dhe kanë mundësi që aktivitetet t'i vinë në pahë duke bashkëpunuar edhe me shkollat tjera. Kështu që fokusi është që krejt shkollat pa dallim grupit që e kanë të nxënës së brenda, mundën të arrijnë, si e përmendë edhe më herët, atë kohezion, ta zhvillojnë kohezionin mes komuniteteve të ndryshme në vend. Sigurisht edhe në këtë projekt janë të përfshirë edhe vetë stafi pedagogjik përveç nxënësve, apo? Ka pjesë ku është e fokusuar edhe tek profesorët dhe mësuesit. Mirë po, është me rëndësi të përmendet edhe pjesa se nuk është projekt që ka lindë për një herë, mirë po është një vazhdimsi e një projekte të më parshëm për integrim arsimor, ku paka shumë qëndrueshmëria e kretë kësaj ides për integrimin e të rinjve dhe integrimin brenda në arsim, do të thotë nuk lind që nga viti i kaluar, pasi që ky projekt 5 vjeçar ka fillu në vitin 2017, mirë pa dhe më herët në këtë sferë është punu. Janë punuar temat të këtilla. Među другите активности на проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е младински камп, тоа што сакате да го истакнете денеска. Што е младински камп? Како се реализира? Така, младинскиот камп го организиравме од 20 до 22 октомври во Охрид. Целта ни беше да собереме на едно место различни ученици од различни училишта од различни градови. Собравме 60 ученици и 12 наставници од сите 6 различни школи на едно место, каде целта ни беше во суштина да им помогнеме на децата да се стекнат со различни вештини, значи да учат за дебата, да учат за своите права како ученици, да учат можеби како да се организираат во своето училиште, како може да бидат представувани и така натаму, но и од друга страна сакавме да им овозможиме простор да најдат место каде ќе може да се изразат себе си, да ги прашаме зашто тие самите сакаат да дискутираат и најважното да им овозможиме простор каде ќе можат заедно да се дружат деца од различни заедници, каде ќе може да стекнат долгогодишни пријателства и понатаму да ги одржуваат тие пријателства. А за што сакаат да научат повеќе учениците? Така, всушност имавме една од работилниците на самиот камп, каде не им кажавме сега ќе учите одредена тема, него ги прашавме зашто сакате ние да зборуваме овдека на кампот. И имавме многу интересни одговори. Некои од децата сакаат да зборуваат за mental health, некои од децата сакаат да зборуваат за бездомни животни, за феминизам, за булинг, за како да го подобрат образованието, за разликите меѓу децата што постојат и како да се надминати можеби разлики, за различните јазици, како децата да комуницираат иако знаат да зборуваат различни јазици, значи мощно интересно. И тоа што свативме на кампот е дека всушност децата се многу покреативни од самите нас и дека многу често треба да ги оставиме едноставно тие да ни кажат што е тоа што ги интересира и да му овозможиме да разговараат на тоа што ним ги интересира
и да го зборуваме, да им помогнеме да го разберат тоа ништо ги интересира. Колку ученици собравте на овој младински камп што Так. се одвива во октомври? 60 ученици беа, односно 10 ученици од секоја школа. Имавме 6 различни училишта од 6 различни градови, од Скопје, од Кичево, од Битола, од Гостивар и така натаму. Меѓутоа, освен учениците, собравме и по двајца наставници од секој училиште. Сакавме и на наставниците да им го возможиме еден вид на слично образование како на децата, односно до обука. Исто така и наставниците ги учевме како да им организираат дебата за време на час на учениците, како да им помогнат да си ги остварат своите права, како да организираат избори за председател на класот, на училиштето и така натаму. И решивме дека треба да им организираме и на едните и на другите некои дополнителни екстра активности. Сега тоа за наставниците беше тркалезна маса, каде има можност да зборуваат со представници од БРО, од МОН, да зборуваат за тоа на што ги интересира, за своите проблеми како наставници во образованието, а од друга страна за децата правевме интерактивни активности, како на пример правевме на работилница со стенсили, им дадовме на децата креативно да се изразат и дополнително, значи, забави им организиравме. Идејата беше во суштина, значи, да не биде само учење, туку да им овозможиме и простор едноставно за забава на децата, да може да се запознаат меѓу себе, да стекнат пријателство. И го стекнато пријателство се истакнато и Па, видете, на секоја Социјален долгорочна така, на секоја долгорочна активност што ја правиме, што не е еднодневна, што е повеќе дневна, постојат на крај последниот ден се случуваат солзите на плачење, па на гушкање, па се ставаат број. 3 дена траеше, ама многу се здружија децата меѓу себе и сите прашуваа кога е следниот, да, и многу беа тажни што се разделуваат и многу им беше жал што порано не им текнало да се здружат, затоа што првиот ден сите се некако срамежливи, па не им текнува дека треба да се дружат, меѓутоа вториот и третиот ден навистина се здружија и веќе им беше едноставно жал зашто не го искористиле времето повеќе колку што можеле. Планирате да реализирате вакви младински кампови уште повеќе понатаму или? Планираме да реализираме активности дефинитивно, сакаме да ги офатиме сите деца во средните училишта во Македонија, да офатиме што е можно повеќе деца во вакви активности, значи каде што ќе вклучуваме и некој образовна целина, односно ќе им нудиме дополнително образование како помош на формалното образование, но од друга страна ќе нудиме простор за дружење на децата за да може да се стекнат со пријателство кои доаѓаат со деца од различни позадини. Ке гледаме и сликите на екран Да, ова од се младински камп, така? Да, ќе приметите дека се само насмевки, во суштина се обидувавме да го направиме што е можно позабавно, интерактивно за децата за да им биде интересно. Така, убаво. Шмирта фексоhet te kjo pjesa këtu, pasi te pjesa e kampit më konkretisht, pasi që ishte pyetja se a u shoqëruan mes vete. Duke pas parasysh se ishin të ndarë në 3 grupe më të vogla, me qëllim që të lehtësohet komunikimi mes tyre. Gjatë këtyre grupeve u bën ndarja në mënyrë që prej secilës shkollë të ketë përfaqësues në grupin ku do punojnë. Që në një farë mënyre mos të grupohen krejt shkollat edhe shokët edhe shoqet që janë prej në shkollë të mbetën në atë moment, mirë po në grupe që punoheshin ishin të përzierë dhe këtu kishte edhe më tepër jemi mundu që të kapim ushtrime. Ushtrime ku bashkarisht ata do të punojnë që të kenë një rezultat konkret nga puna që do dale prej anës tyre. Kështu që ky lloj i interaktivitetit edhe ky lloj i vënjes në zbatim të ushtrimeve mes tyre e lidhi atë pjesën shoqërore ose shoqëruese që më herët ndoshta nuk e kishin pasur. Para se të dalim në fakt ose mund të ndërlidhemi edhe tek paneli i diskutimit në kuadër të kampit me temë pjesëmarrja e të rinjeve dhe organizimi i tyre. Janë ato ca aktivitete, ca interesime që përmendi edhe vetë Teodora apo çfarë diskutohen në këtë panel? Paneli është i natyrës së ngjashme. Qëllimi i këtij panelit ishte që nxënësit të kenë mundësi të ndëgjojnë disa përvoja të njerëzve të cilët veç se janë të kyçur në proceset edukative dhe në krijimin e politikave rinore dhe arsimore. Më pas kishin mundësinë gjithashtu që të kyçen në panel dhe të parashtrojnë pyetje se çfarë ata i intereson. Gjatë këtij panelit është me rëndësi të theksohet se u përçuan disa informata të rëndësishme që janë për nxënësit, më konkretisht informata të llojit
se si funksionon bashkësia e shkollarëve të mesëm, e them bashkësi pasi që shfrytëzohen terme të ndryshme, si Unioni i Nxënësve ose Këshilli i Nxënësve Parlamenti e kështu me radhë, si bashkësi do e përmbledh shumë përgjithësi. Si ta krijojnë atë bashkësi, pasi që kuptuam që në shumicën e shkollave mungon një lloj i tillë i organizimit të nxënësve. Çfarë do jenë kompetencat e bashkësisë në qoftë se ata organizohen? Si do lehtësohet bashkëpunimi mes bashkësisë të një shkolle me bashkësinë e nxënësve të shkollës tjetër, si do zhvillojnë aktivitete në mënyrë të përbashkët. Gjithashtu biseduam se kush duhet t'i krijoj politikat rinore. A duhet dikush neve të na jap të gatshme, apo ne vetë rinia duhet të njëjtat t'i krijojmë për veten tonë. Gjithmonë përmendet se e ardhmja i takon rinis, mirë po harrojmë se edhe tashmi i takon rinis. E harrojmë se edhe tashmi është e jona, nuk është vetëm e ardhmja. Kështu që në këtë drejtim, edhe panel diskutimi, edhe mesazhet që u përshun, ishin të kësaj natyre. Cila ishte përgjigjja e të rinjeve në temën se kush do t'i krijojë politikat e të rinjeve? A do të kyçen vetë ato të angazhohen? Nuk ka dyshim pasi që janë për kyçjen e tyre në politikat e të rinjeve, temat, problematikat që mundojnë ata? Është interesante se panel diskutimi... E të guximshëm të shprehin ato? Panel diskutimi u bë pas kretë këtyre aktiviteteve që neve i organizum, që ndoshta në një farë mënyre e nxitëm këtë mendimin kritike dhe e nxitëm atë forcën që të marrin që të shprehen lirshëm para një grupi më të madh të nxënësve. Nuk ka dyshim se janë të gatshëm sipas asaj që ata e thonë që të kyçen nëpër procesin e krijimit të politikave rinore dhe jam i bindur se atë mund ta bëjnë në mënyrë shumë të mirë, pasi që siç përmendi edhe Teodora më herët, niveli i kreativitetit dhe forma se si të rinjt mendojnë është duhet veçohet se është një nivel shumë të lartë, kështu që më bën qejf kjo pjesë mu. Qartë. Edhe strategjia më pëlqen pas përfundimit të kampit, në fund që keni lënë pjesën për të parë mendimin kritik të rinjeve, të shem se ku janë, si janë të rritë. Teodora, od kako završi mladinski kamp, koji se predstavljate aktivnosti na projektot na USAID za međuetnička integracija na mladите po obrazovanju? Така, она што е важно да се напоменам дека е дека не е проект кој ќе трае и ќе заврши. Значи, проектот ќе трае уште 4 години, почнат беше веќе 1 година, меѓутоа вредно е да се напомене дека е наследник на еден друг проект, односно проект за меѓуетничка интеграција во образованието кој траеше веќе 6 години. Значи, станува збор за активности кои се меѓусобно координирани со една единствена цел е тоа да им овозможиме интеграција на младите во склоп на образованието. И ќе има многу активности, секако имало ќе продолжиме. Идејата е преку вакви кампови, дебати, дискусии, какви да се активности, можеби некои помалку формално, односно по-неформални за млади, можеби во одредени процеси поформални каде ги вклучуваме наставниците или представници од Бирото за развој на образование или од Министерството за образование, каде работиме на подобрување на граѓанското образование или каде работиме на подобрување на процесот како таков на меѓуетничка интеграција во образованието, или тоа е преку поддршка каде што им даваме стимул на училиштата или на другите институции да се вклучат во проектот, ќе постојат активности и се надеваме дека ова е нешто што ќе продолжи да функционира во Македонија без разлика дали постои проектот. Например, до сега ние дававме поддршка со претходниот проект на многу училишта и им овозможувавме да се стекнат со доволно средства за да може да реализираат активности во партнерство со други училишта и да реализираат активности за меѓуетничка интеграција во образованието. Она што се случи на наше големо задоволство е дека истата таа поддршка сега дава Министерство за образование, е влезено во закон, е нешто што веќе систематски мора да се одржува и тоа е усвари нашата цел. Да не е додека сме ние тука да функционира ова, туку на долгорочно да работиме на процесот на меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Taka, për në fund, fare, Hiseni më thuaj, a ka vullnet, a ka dëshirë të këtë rinjt të kyçen në kësi lloj projektesh? A keni vështirësi për gjetjen e nxënësve për të realizuar aktivitetet e këtilla? Kemi motiv nga natyre? Okej, tashmë 6 vite unë punoj me shkollarë të mesëm, mendoj në këtë Kështu që pjesën pyetje jo tamam. formale, kështu që interes nga ana e të rinjve është i madh, interesi nga ana e të rinjve është i madh. Mirë po, gjithmonë e theksoj dhe prapë do e theksoj faktin se do duhet gjejmë formën më të mirë se si të qasemi deri tek të rinj. Pasi që e kemi të qartë që ka mangësi në sistemin formal të arsimit dhe të rinjt kanë nevojë ndoshta për diçka plotësuese. Mirë po, forma se si qasemi neve, forma se si ne e përshojmë idenë dhe se çfarë aktivitete ata do të bëjnë nëse kyçen nëpër projekte të ndryshme. Ky është moment kyç se neve a do e fitojmë besimin e shkollarëve që të vinë të ndjekin aktivitetet, apo do rinë themi pasif ose mos të kyçen nëpër projekte. Ka interesim, ka vullnet, pasi që shohim dhe kemi suksese të ndryshme në sfera të ndryshme nga vetë të rinjt kur kyçen nëpër projekte, qoftë në pjesën e debatit ose nëpër sfera të ndryshme. Kështu që prapë do them se është me rëndësi mënyra se si do qasemi ne vetë ata. Faleminderit që ishit pjesë programit të mëngjesit që ndatë për projektin integrim ndëretnik të rinjve në arsim. Blagodarim që përshëndetem në putrizkat e programit.